Deputetja dhe kandidatja e Partisë Socialiste Dona Bilali ka vijuar takimet me bizneset dhe banorë në zonën e Parruz Xhabie. Gjatë bashkëbisedimit me to u ndal tek investimet që kanë përfshirë Shkodrën në këto 2 vite dhe nevojën për një mbështetje masive më 11 maj për Partinë Socialiste. Si të kanë ku korsia biçikletave dhe rruga? Ne nuk është të shohim me gjatë të kjo pjesë negative, por kam mësuar për pjesën e biçikletëve shkret. Në rregull është një zgjidhje domthonjë që ka bërë për qytetin e Shkodrës. Tash inshallah më mirë për vazhdimsi si më vonë. Edhe më mirë do të bëhet. Falenderoj shumë. Falenderoj shumë. Tu prif marr. Ju nuk e dini se bëni shumë mirë, por unë jam një në realitet që jam shumë mirë. Vetëm detyrën. Me posë në dorë ju t'japet porë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Mirë. Faleminderit shumë. Shumë sukses. Što vërdet që sa u dorë. Të 30 vjetë është mas me thonë ma tepër se 30 sa me kohën në sistemin e kalit shkanë ma shumë se 30 vjetë e punë. PS-ja lufton për mandatin e 4, ndërkohë që Shkodra ka 2 vite që ka fillu transformimin, duhet veç me majt ritmin për investimet tjera pasuese. Tjera dhe të bëjmë qmosin që me majt këtë rritëm. Vjen mirë që në qose në 2021 thoshim qose Shkodra na jep një shansë si që ka dhanë tanë Shqipëria, Partia Socialiste e shef ndryshimin, 2023 e prek me ëndrrën, tash është tanë që është punë për kthyme, pra vizioni është kthyr në letra, Shkodra është gjithmonë o kantier o punë përfunduese siç janë fasadat, korsitë e biçikletave me radhë, por ka shumë më shumë për të bërë. Sa më shumë zona rezonojnë dhe kërkojnë për Shkodrën, sa më madhe mbështetja, aq më madhe kërkesa e llogarisë mbrapsht mandajnë ndaj qeverisë për investime për punë më të mira në Shkodër. Ndryshimet janë shumë mira, fillimi i ndryshimeve, fillimi i një udhëtimi të bukur.